Rreshtet e dendura të ditëve të fundit kanë sjellë një përmirësim të ndjeshëm të rezervave hidrike në kaskadën e Drinit. Niveli i liçenit të Thjerëzës ka arritur në kuotën 276.58 metra, ndërsa pruret mesatare në hyre janë rreth 430 metër kub në sekond. Megjithatë, pavarësisht rritjes së nivelit dhe shtimit të prureve, heci i Thjerëzës nuk po prodhon energji elektrike, pasi asnjëri nga 4 agregatët e tij nuk është aktualisht në punë. Vetëm një muaj më parë, kaskada e Drinit shënoi minimumin historik, duke bërë që të dalin në sipërfaqe madje edhe rrënojat e qytetit të vjetër të Kukësit. Kuota maksimale e liçenit të Thjerëzës, siç dihet, është 296 metra, ndërsa ajo minimale 248 metra. Rritja e fundit e nivelit të ujit ofron një lehtësim të përkohshëm për sistemin energjetik, i cili këtë vit është përballur me një krizë të thellë hidrike. Një liçen më i mbushur sjell jo vetëm siguri energjetike, por edhe lehtësim për pescatarët, të cilët gjatë muajve të thatë u përballën me vështirësi të shumta.